që jeton në vitet 1500. Vepra e tij u shkrua në Venedik, në kohën kur ai u largua bashkë me një komunitet shqiptarësh nga Shqipëria e Veriut në Venedik, pasi vjen kushtimi osman pas vdekjes së Skënderbeut. Ndërkohë që komunitetet shqiptare nga jugu u pozicionuan kryesisht në Kalabritë dhe në Siçili, shqiptarët e Veriut u vendosen kryesisht në Poezia është një ndërgjenim letrare ku porosia e poetit shprehet në anë të vargjeve, dhe si e tillë, ajo ashtu konsiderohet si lloji më i vjetër i krijestarisë letrare. Në fillimin e letërsisë, çdo shprehje konsiderohej si poezi, gjë që më vonë Aristoteli me veprën e tij Poetika, i cili e quante poezinë diçka më filozofike dhe universale, në krahasim me historinë që i tregon gjërat ashtu siç kanë. Dheu deti e zjarmit ishte Kjell, zjarmi, dheu, qiellja e deti. Pra, universi që mbështetet në këto 4 elemente. Ma shëmton qielli dhein e detin zjarmin. Se ku ish qiellja, dheu, zjarmi e deti, aty ish dheu, qiellja, deti e zjarmi. Ka karakter thellësisht patriotik, iluminist dhe demokratik. Veçoritë e romantizmit shqiptar, malli dhe nostalgjia për të kaluarën e shtynë autorët romantik shqiptar të gjymojnë epokat e larta dhe të lavdishme të historisë. Ideja kombëtare u bën një nga cilësitë kryesore të poezisë romantike. Romantikët i kënduan jo natyrës në përgjithësi, por natyrës dhe luajti një rol të rëndësishëm për zhvillimin e artit veçanërisht. Pse s'vjen kryet për pjetë, po lihen pit edhe e qetë, pse s'bukuron e s'shëndoshe. Pa shiko lulet e tjera, që qelu lullëzuan, shik pashi që s'bukuruan, i ngjallit përsëri verë. O luljes e Perëndis që të mbolli vetë Zoti, s'gjoll tani që ngroh moti, erdhi koha e gjallësisë, se dheua në ban vleroj, e të vdekurit u ngri, gjithë qan u përsëri. Zoti nga gjumi i rënd i zgjoj, më dërgoj dhe tek ti Zoti, që të ap jetës e dritë, të bi shpirt e dritë, e të bëhësh si që moti. Ndjeshëm me të jetën, forcën e qëndresës dhe të vetmohimit. Në përmasën e jetës intime, letërsia romantike bën objekt lumtimin zemrën njerëzore, botën e brendshme të qenies me ëndrat, ankthet, aspiratat dhe dyshimet. Në planin artistik, romantikët i shprehin konfliktet shoqërore dhe ato brenda qenies me anë të kontrastit të fuqishëm, ku bashkohen tragjikja me komikjen, e bukur me të shëmtuaren, sublimja me grotesken. Natyrën, vendin e njeriut në të, zhvillimin rrethor të jetës, për vdekjen dhe pavdekësinë, si dhe për bukurinë në dashuri. Pse s'vjen kryet për pjetë, po lihen pit edhe e qetë, pse s'bukuron e s'shëndoshe. Pa shiko lulet e tjera, që qelu lullëzuan, shik pashi që s'bukuruan, i ngjallit përsëri verë. O luljes e Perëndis që të mbolli vetë Zoti, s'gjoll tani që ngroh moti, erdhi koha e gjallësisë, se dheua në ban vleroj.